një pyetje që mendoj që po ta bëj ty, po mendoj që gjithë duhet ja bëjnë vetes. Apo shërbej sepse dua Zotin, apo sepse dua të ndihem i rëndësishëm. Shumica e njerëzve nuk din pse shërbejnë. Në familjen tonë neve kemi kuptuar që herët që Zoti na ka thirrur për shërbes. Madje arriti një kohë që ne jetonim në Itali, të them të vërtetën, edhe ishte një moment të jetës sonë që ishim rregulluar, çdo gjë mirë, edhe andej shërbenim në një kish. Ndjem që Zoti po na thërriste për Shqipëri. Në atë moment e kishim bindje të tresi familjen atë kohë, se në atë kohë nuk kishte motra ime ende. Në atë kohë vendosëm, u larguam nga Italia, erdhëm në Shqipëri sepse e ndjem që Zoti po na thërriste për shërbes. Ka pasur momente në fund që themi, sepse jemi njerëz, kthehemi ndonjëherë kokën mbrapa. A bëm mirë që erdhëm këtej? A nuk do ishim më mirë andej? Deti i Aresës është gjithmonë andej, thot Bibla. Por ne nuk do të kthehemi të peshkojmë te deti i Aresës, por do të shikojmë përpara. Do të shikojmë atë çfarë Perëndia do për neve. Edhe ndonjëherë duket sikur është performancë. Por kur ti ndjen brenda vetes, kur ti ke atë marrëdhënie, siç thamë që parë me Perëndin, ke atë konfirmimin brenda vetes se shiko, po e bëj për Perëndin, nuk po e bëj për të tjerët.